Rruga alternative që do të lidh fshatin Bashaj me zonat e tjera është drejt përfundimit dhe pritet të bëhet së shpejti aksesueshme për të gjitha llojet e automjeteve. Lajmi është konfirmuar në rrjetet sociale nga vetë kryetari i Bashkisë Selenicës Nertil Bellaj, i cili ka ndarë detaje mbi ecurinë e punimeve dhe rëndësinë e këtij investimi për komunitetin e zonës. Sipas kryebashkiakut Bellaj, ndërhyrja është ndërmarrë si zgjidhje emergjente pas bllokimit total të rrugës ekzistuese në ditët e para të muajit janar, si pasojë rrëshqitjeve të pandërprera të tokës. Fenomeni natyror i shkaktuar nga erozioni dhe rreshtit e shumta dëmtoi rënd trupin e rrugës, duke nxjerrë atë jashtë funksionit dhe duke bërë të pakalueshme për banorët. Për disa ditë me radhë, fshati Bashaj në bashkinë e Selenicës mbeti izoluar plotësisht. Lëvizja drejt zonave të tjera u bë e pamundur, ndërsa familjet u përballen me vështirësi serioze për furnizimin me ushqime, aksesin në shërbime shëndetësore, transportin e nxënësve dhe ndërhyrjet emergjente. Situata u bë edhe më shqetësuese për shkak të pranisë të moshuarve dhe personave me probleme shëndetësore, të cilët kanë nevojë të vazhdueshme për shërbime mjekësore. Banorët e zonës kërkuan ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përgjegjëse për pastrimin e rrugës dhe stabilizimin e masivit të dheut. Megjithatë, sipas specialistëve, një ndërhyrje e tillë ishte e pamundur teknikisht në kuadër të kushteve aktuale për shkak të rrezikut të lartë dhe dëmtimeve të thella strukturore që kishte pësuar rruga ekzistuese. Përballë kësaj situate, Bashkia e Selenicës vendosi të ndërmarrë një hap të shpejtë dhe konkret, hapjen e një rruge alternative, e cila do të shërbejë si zgjidhje provizore për banorët e fshatit Bashaj. Punimet nisën menjëherë me angazhimin e mjeteve dhe forcave të nevojshme për të garantuar kthimin e lëvizjes dhe lidhjen me rrugët kryesore. Rruga alternative po avancon sipas planit dhe shumë shpejt do të jetë aksesueshme për çdo automjet. Prioriteti ynë ka qenë dhe mbetet siguria dhe lehtësimi i jetës së banorëve të Bashajt, të cilët u përballen me një situatë shumë të vështirë, deklaron kryetari i Bashkisë Selenicës Nertil Bellaj. Ai theksoi se kjo rrugë do të jetë një zgjidhje e përkohshme deri në momentin kur do të realizohet një projekt i riabilitimit të plotë të rrugës ekzistuese ose ndërtimi një aksi të ri më të qëndrueshëm dhe më të sigurt që i reziston fenomeneve natyrore. Hapja e rrugës alternative në Bashaj shihet si një ndërhyrje domosdoshme në kushtet e emergjencës.